Sistemi shtetëror i pensioneve përballet me sfida të vazhdueshme demografike dhe pensioni privat po shihet gjithnjë më shumë si një domosdoshmëri për një pleqëri të qetë. Pensioni privat vullnetar është një skem kursimi afatgjat ku qytetarët derdhin një shumë mujore në fonde investimi të menaxhuara nga kompani private për ta tërhequr atë së bashku me interesin e fituar pasi të arrijnë moshën e pensionit. Në teori kjo ndihmon në ruajtjen e një standardi jetese të parafort me periudhën kur individi është aktiv në punë, por në praktik tregu shqiptar mbetet ende në faza fillestare dhe mjaft i kufizuar. Të dhënat nga autoriteti i mbikëqyrjes financiare tregojnë se megjithse asetet e fondeve janë rritur vit pas viti, numri i kontribuesve aktiv mbetet në nivele modeste. Pjesëmarrja në këto skema përbën një përqindje të vogël të forcës totale të punës, duke ngritur thelbësisht pyetjen nëse shqiptarët kanë vërtet mundësi reale për të kursuar për të ardhmen. Shifrat e Instat mbi strukturën e shpenzimeve të familjeve ofrojnë një pamje të qartë të kësaj vështirësie ekonomike. Sipas raportimeve zyrtare, rreth 40% e buxhetit mujor të një familjeje shqiptare shkon vetëm për ushqime dhe pije jo alkolike, nëse kësaj i shtohen edhe shpenzimet e domosdoshme për faturat e energjisë, ujit, banesës dhe transportit, mbulohet një pjesë ndërmuese të ardhurave me një pagë mesatare dhe me luhatjet e inflacionit e produktet e shportës bazë, hapësira e lirë financiare për të ndarë rregullisht para për një fond pensioni vullnetar mbetet shumë e ngushtë. Sot ata që zgjedhin të bashkohen këtyre fondeve janë kryesisht profesionistë me paga të larta në sektorët e teknologjisë, financës apo punonjës të korporatave ndërkombëtare që ofrojnë plane pensioni si pjesë e paketës së punësimit. Për punonjësit me pagë minimale dhe shtresën e mesme, të cilët mbajnë barrën e kostove të larta të jetesës, çdo qendarkë llogaritet vetëm për të përballuar muajin. Ekspertët e ekonomisë theksojnë se pa një rritje të ndjeshme të pagës reale dhe pa ofruar lehtësi të forta fiskale, si për individët, ashtu edhe për bizneset, pensioni privat do të mbetet i vështirë për t'u aksesuar nga masa e gjerë. Deri në ndryshimin e këtij realiteti, për shumicën e qytetarëve, një pension i dytë do të mbetet thjesht një plan i dëshirueshëm, por i papërballueshëm.